Në 8 janar 1960, në një nga kampet e internimit në Fier, Osman Kazazi i shkruante një letër familjes ku zbërthen thelbin e qendresës së tij antikomuniste dhe të gjithë të burgosurve të tjerë si ai në Shqipëri që po i bënin ballë regjimit me dinjitet në kushte të paimagjinueshme. Pas periudhës së burgut të parë, ai vijonte qendresën e tij edhe në internim. Idetë dhe bindjet e tij nuk negocioheshin dhe për këtë arsye ai edhe do të burgosej pak vite më vonë për së dyti. Por gjatë kësaj periudhe në internim, ai kishte mësuar nga familjarët e tij se njerëzit kishin nisur ta krahasonin atë me Mandelën, një figurë simbole qendresës në botë atë kohë, por që siç me të drejtë theksonte Osman Kazazi, Mandela e bënte qendresën e tij në kushte komode, jo të shnjërzore si në Shqipërinë e diktaturës. Mbesa e tij, Nesrete Bushati Jegeni, thot se kjo letër drejtuar familjes, pra nënës dhe motrave të Osmanit, nga internimi ka vlera të rralla si dëshmi, por edhe si tregues i karakterit të papërkullur të Osman Kazazit. Më thatë se më quajnë Mandela i Shqipërisë. Mandela ka jetuar në mënyrë të ndryshme nga ne. Ati si ka mungue asgjave çlirisë së daljes jashtë mureve të banesës, ndërsa ne kemi qëndruar mbyllur përveç se 2 orë që dilnim në obor për ajrosje, të shënueme në rregullore, se në realitet nuk zbatohej në rregull. Ne i hanin minutat, leme nder festat, ose kur kishte ndonjë turbullirë në vend, ose ndërkombëtare, me ditë dhe javë nuk na nxirrnin fare në ajrosje. Bile, ndërsa ne që ishim në shenjestër na izolonin në byruca, ashtu siç ndodheshim, pa marr asgjë me vete, as xhaketën, edhe pse ishte dimër, në çimento pa shtresë dhe mbulesë. Ai kishte fjetjen si njeri me të gjithë komfortet e nevojshme. Ai kishte radio, televizor, bibliotek, ndërsa ne flinim në përdhoma herë edhe të shtrënguar aq sa ju s'mund ta besoni. Më ka ndodhur edhe brenda 25-30 centimetrave për secilin, e kur ndonjani donte të rrotullohej që të gjithë duhej të lëviznin për të kthyer në krahun tjetër. Mandelës si mungonte asgjë, neve na mungonte gjithçka. Ai hante çai donte shpirti, ndërsa ne kishim nga një garush dhe supë në drekë dhe në darkë. Dhe kjo filloi mbas ramjes së Koçixhoxhës, se deri atëherë patëm vetëm 600 gram bukë në ditë. Racioni ditor ishte 40 gram makarona ose oriz, ndonjëherë edhe fasule, që ishte gjë e madhe për ne. Ja transmetonim lajme njëri tjetrit me kënaqësi. Racioni i vajit në rregullore ishte 7 gram në ditë për të 2 vaktet, që në realitet bënte firo gjatë rrugës, derisa arrinte te konsumatori as 5 gram. Gjashtë vite pas kësaj letre, pasi kishte kryer internimin dhe ishte kthyer në Tiranë, në kushte ekstremisht të vështira për ndjekje dhe survejimi, Osman Kazazi arrestohet për herë të dytë. Tashmë, gjatë kalvarit të tij të dytë, do t'i dëshmonte botës se modeli i Mandelës ishte kaq minor përballë qendresës që ai dhe shokët e tij të burgosur përjetonin në Shqipërinë e diktaturës. Jeta e tij në burgje, kalvari i vështirë i nënës dhe motrave të tij në përpjekje për ta ndihmuar, dhe modeli i lartë shoqëror që ata përfaqësonin, do ta ilustronin më së miri këtë dallim mes tij dhe Mandelës. Mbesa e tij, Nesrete Bushati Jegeni, vijon rrëfimin e saj në këtë linjë të historisë ku Osmani, nëna e tij dhe motrat i bënin ballë me dinjitet një regjimi gjaksor që nuk reshte duke i luftuar. Dua të kujtoj momentin kur është arrestuar Daja herën e dytë. Në 66-ën, domethënë unë isha 10 vjeç në atë kohë dhe im vëlla ishte 7. Ka qenë, ishin këto festoheshe, ishin kongresi 5 i partisë, që ishin ato kongreset atëherë, po fillonin ato festimet disa ditë përpara që kur fillon vinin delegacionet, dhe nuk e harroj, kishin po shpërthenin në qendër të Tiranës kishte gzjarë, se ishte fest. Dhe unë po e shikoja në obor. Daja pak kohë më përpara, ta po shkoj tek këto kushurin, ta kishim unë përballë disa familje Kazazi.
Dhe fillimisht nuk e di nëse kemi dëgjuar Cen Kazazin, që ka qenë një mjek popullor, ka qenë Joni dhe tha Daja po shkoj një herë të bëj të rri pak atje dhe pastaj po kaloj tek kushuriri tjetër më mbrapa, kishin një derish të vogël që komunikonin tyre këto oborët me njëri tjetrin. Edhe i than këto të tezet që shko, po mos u vono shumë se me këto një rrugë në ndante, nuk ishte larg, vetëm rruga. Se me këto rrethanat kështu, kur janë këto fesat, e diti i tha që jemi shinjestër. Prandaj më mirë mos rri shumë të kemi këtu, jemi më të sigurt. Jo, domethënë për gjë ati, jo, pak do rinë nuk vonohem. Edhe të shkoj. Kaloj gjatë nuk po vinte. Edhe më thot njëra nga tezet që shkoj një shikë të gjatë ceni dhe pyet, dhe shita është Daja aty? Unë, po, se si 10 vjeçë dhe po shikoja fishikzarit. Po, ja sa të shikoj këto, po shko shpis se duhet shko shtashit aty, dhe shkoj. Shkoj dhe pyes, jo, ka kohë që ka ikur. Vi dhe i them këtyre të shtëpisë ka kohë që ka ikur, më tha Gjaceni. Këto po zjeni nga brenda, sikur diçka po parandjenin. Ku në këto momente vjen një kushëri rajon. I përkiste familjes ku Daja kishte qenë për herë të fundit. Dhe në momentin që ajo po ktheheshe në shtëpi, kishte parë Dajën që e kishin tërhequr për krahësh dhe e kishin futur në një gjips, e kishin marrë që nga rruga ku kishte dalë ky nga shtëpia ku ishte, për vizitë e kishin kapur një copë rrugë kështu për krahësh dhe pastaj kishin hyrë në një gjips afër kinamashit në Ndorit. Edhe vjen dhe thot, më duket thot se kanë arrestu Lalën se kështu pash këtë sken. Atëherë kam parë tezet e mia që i kanë me duar kokës vetëm në binin. Dhe nona ishte në kuzhinë dhe nuk vinte gjë. Akoma po dhe këto thoni si do ju a themi. Mbas disa orësh ka trokit dera. Këto nuk ka kishin thënë akoma nonës. Po nona thoshe vazhdimisht që pse po vonohet. Ka trokit dera dhe kanë ardhur sigurimit për kontroll në shtëpi. Nesi tregon se prej atij momenti të gjithë në shtëpi e kuptuan se gjithçka kishte marrë fund. Ajo së cilës i druheshin prej 2 vitesh kishte ndodhur. Aty nona e mori vesh edhe ka humbur ndjenjat. I ka rënë të fikët. Janë ngjitur lart, e kanë bërë shtëpinë, nuk di ç'të them, çdo gjë u kthye mbrapsht. Imagjinoje tani ishte vonë, unë me tim vëlla na mbështoi me badanie në obor. Çdo gjë u kthye përmbys, sa herë që vinin, domethënë e kishin këto dhe edhe herë më përpara që vinin për kontroll dhe merrnin fotografi, libra, çfarë ju vinte përmbar. Edhe kanë ikur, nuk e dija 1-2 natës ka qenë ora. Edhe mbasi kanë ikur ato, ne kishim një oborët tona, një familje që ishim si një familje, nuk bënim asgjë pa njëri tjetrin, po sa ishim ato të sigurimit nuk shkonim dot flinim atje. Sezonin tifusin dhe ata kishin një derë që komunikonin 2 oborët tona dhe sa po kanë ikur ato, ne kemi shku dhe kemi flet atje, unë me vllajin, sepse nuk ishin pushtrieshin, ishte çdo gjë përmbys, duheshe rregullu shtëpia. Tër natën, pastaj të tërë familja aktivizoheshe të sistemonte shtëpinë. Nesi tregon nga ajo natë, por edhe shumë net të tjera si ajo në vijim, kur njerëzit e sigurimit vinin për kontroll në shtëpinë e tyre, tezet dhe gjyshja
ndiqnin një ritual të përhershëm, shpëtonin përmes ndihmës së komshinëve disa plaçka të vyera që mbanin në shtëpi. Sidomos në momentin që arrestoheshin ndodhte pothuajse çdo 2-3 net kjo gjë. Edhe kam të fiksuar një gjë që këta kishin, siç bëhesh atëherë që bëheshin pajat e vajzave, edhe kishin gjëra me shumë vlerë në fakt, edhe të qëndisura se njëra nga tezat, njëra nga motorat Osmanit kishte ndjekur shkollën e murgeshave dhe dinte të qepte shumë mirë, shumë bukur, dhe të qëndiste, por jo të qëndiste, të pikturonte. Domethënë të qëndisurat e saj ishin pikturë. Edhe kishte shumë gjëra të këtilla, pra të bëra me dorë që ata po t'i gjenin i merrnin, edhe mbajnë mend që ata i mbanin gjithmonë të lidhura kështu në bokshe, gjithmonë edhe në çarçafe tjetër, dhe sapo e binte dera që trokiteshin derë, se mënyra e të trokiturit të tyre ishte shumë e fortë, shumë njerëzore, shumë nuk di si të them, kuptoheshin që ishin ata. Nga dritarja hidhin të tëra bokshet në oborrin e familjes ku shkonim ne plinim. Ata kishin një bodrum, kapnin dhe i fusnin aty poshtë që të mos i gjenin. Edhe nëse do kontrolloheshin dhe shtëpia rreth e rrotull. Edhe këtë domethënë kam të fiksuar gjithmonë sa herë që vinin ata, që thonin pak të shpëtojmë, çfarë të shpëtojmë nga këto. Ato kishin dhe vlerë shpirtërore më shumë se sa dhe ishin një mund i derdhur aty, por mund talent, shumë gjëra bashkë. Gjithsesi, ajo natë e në netët e tjera në vijim të kontrolleve, ata do të merrnin në shtëpinë e Osman Kazazit, gjithçka do t'ju zinte dora. Ky proces verbal i datës 4 shkurt 1967, i hartuar pas arrestimit të tij, dëshmon se deri në çpik shkoi konfiskimi i pasurisë së Osman Kazazit, 48 pjata vendi, një makinë qepse dhe një radio ishin pasuria kryesore e Osman Kazazit. Nga ajo natë e arrestimit, Nesi kujton se gjyshja e saj u zhyt në një dëshpërim që askush prej tyre në familje nuk e kishte parë kurrë më parë. Nona domethënë i ka humbur ndjenja dhe nuk është përmendur orë të tëra. Dhe kam të fiksuar që kur është përmendur, ka qenë prapë natë, edhe ka dalë në obor, kishte një gjë që ja admiroja, natyrë që sado t'i bëje kish nuk mallkonte kurrë. Asnjëherë. Është e vetmja rast që e kam parë, që ka dalë në obor, ka ish amin e kollës dhe ka thënë, o Zot, e pafsha atë që ma bëri këtë gjëm, e pafsha sa më keq të jetë e mundur. Dhe në fakt e pa. E pa shumë keq, e pa të braktisur atë njeri nga familja vet, nga fëmijët. Domethënë pati një fund që mblit edhe cigare të rrugëve se nuk kishte as për blerë cigare. Edhe këtë e kam të fiksuar domethënë. Burgosja e dytë Osman Kazazit do të thoshte shkërmoqje në një çast e gjithë shpresave që ata kishin thurur për 2 vite pas kthimit të tij nga internimi. Pas arrestimit të tij, ai do të akuzohej për agjitacion e propagandë dhe do të dënohej me 10 vjet heqje lirie. Më vonë, po me këtë akuzë, do të ridënohej brenda në burg edhe 10 vite të tjera. Kështu, për 2 dekada, jeta e tyre do të rrithte e tillë. Ai në burg, në burrel dhe spaç, dhe nëna e tij me motrat jashtë, por në përpjekje të pafund për ta ndihmuar që ai të mbijetonte deri kur të dilte nga burgu. Nesi tregon shumë episode të shtektimit të dhimbshëm të grave të familjes Kazazi për t'i bërë ballë vuajtjeve në këto kushte me Osmanin në burg. Mbaj mend që tregonin këta kur shkonin në burrel, që nuk i ndihmonin të mbanin se sa që shkonin, mendoj se sa të ngarkuar shkonin.
sepse dinin që Osmani nuk hante asgjë vetëm, pra çdo gjë Osmani do ta ndante me të tjerët. Përveç që ndante me të tjerët, çonte porosiste dhe ilaçe që ju duheshin njerëzit që ishin në burg dhe s'kishin mundësi që familjarët ju shkonin. Kishte familje që i shkonin shumë rrallë, se ishin nga jugu, ekstremi jugut, që të shkoni deri në Burrel doje një ditë të shkoje e një ditë të ktheshe. Nuk kishin mundësi dhe i porosiste motrat e veta që këto ilaçe më duhen. Gjëja që donte gjithmonë të mos i mungonte ishin hudhrat. Për arsye se ju jepte të tërë të burgosurve hudra që të ruanin pjesën e zorëve dhe të stomakut, nga që higjiena ishte përfaqet zezë, domethënë dihesh se ishte higjiena atje dhe në tualetet e burgut, dhe për t'i mbrojtur të burgosurit nga ndonjë infeksion që mund të merren në ato tualetet të skandalshme, ju jepte të tërë hudra në mëngjes. Dhe ishte pjesë e pandarë e ushqimeve që paketoheshin për të çuar në burg, ishin vargjet e hudrave, mbaj mend si sot. Por në këto udhime të gjata e të vështira, me sakrifica të mëdha për të gjetur dhe çuar ushqime, veshmbathje dhe ilaçe në burg çdo muaj, nëna Osmanit dhe motrat e tij do të kalonin peripeci pafund. Në Burrel ishte një copë rrugë për të ecur nga vendi ku i lindte autobusi deri në burg. Askush nuk e ndihmonte, vetëm pse ishin njerëzit e të burgosurve. Dhe kishte raste kur duhej që ju duheshe të flinin aty dhe nuk i pranonin hotel, flinin jashtë. Ishte vetëm, më thonë tezet, tregonin që ishte vetëm disa herë në praktikë ka ndodhur kjo gjë. Ishte një që ishte roje, hotelet kishin një roje në kat të parë, që kishte një kthim të vogël. Ai, se këto flinin në vendet ku kishte dritë dhe ku mund të ishin më të sigurt, se tash ishin femra, mendohet të flesh jashtë. Dhe mbas orës 12, ky roja i hotelit i fuste brenda në kat të parë, në korridor që të pak më flinë aty, se thoshe përpara më kam frikë se më shikojnë dhe më spionojnë. Mbas 12 jam gjithë në gjumë dhe e kam më të lehtë të ju lejoj të paktën të flini këtu në hallin e katit parë të hotelit. Dhe disa herë ky persona ka bërë këtë gjë. Po ashtu, një ngjarje të vështirë dhe delikate ne si kujton nga një prej vizitave që i bën gjyshja e saj dhe ëma Osmanit në burgun e Spaçit. Ndërsa në Spaç, e mbaj mend një herë ku ka shkuar imam me gjyshen për ta takuar Daj, nuk i kanë lejuar, sepse kishin dënuar dhe kishin futur në qeli dhe thanë që nuk ka të drejtë takimi. Po të paktën i thanë tona fusni gjërat, ushqimet edhe të ikim. Mendoje nga Spaçi, nga rruga kryesore, ajo rrugë Spaçit në këmbë, shkonte makinat deri atje, vetëm ato kamionat që nuk po merrnin. Kamiona që ngarkonin minerale. Dhe i thanë që prisni t'ju kthejnë përgjigje. Dhe nuk i kthyen përgjigje, i lanë aty derisa u errësua. Dhe ata ishin të detyruar të flinin aty. Dhe kanë pjetur të dyja në këmbët e një ure, ishte një si ure, janë futur këmbët aty nga frika se mos. Dhe nuk e harrojmë këto dhe ja dim për shumë faleminderit që njëri nga ato kamiona që po prisa të ngarkuar, se duhet priste të ngarkohesh që në gjesë herë, ai ka ndezur dritën e kamionit që t'i ndriçojë gjatë natës që të mos kenë frikë. E kanë ndetur tërë natën aty, dhe të nesër mëngjes u kanë marrë vetëm ushqimet, nuk i kanë lejuar takimin, kanë marrë ushqimet dhe janë kthyer pa e takuar. Dhe raste të tilla kishte pafund. Për aq kohë sa Osmani mbahej izoluar në burg, dega e vetme ku kapeshin motrat dhe nëna e tij ishte dita e lirimit. E përllogarisnin aq shpesh atë ditë, duke besuar se ajo do të vinte më shpejt. Por për fat të keq, ajo do të largohej edhe më shumë. Pasi mbaron dënimin prej 10 vitesh, ndërkohë që e prisnin të kthehej në shtëpi, Osmanin e kishin ridënuar. Në ato ditë pritje kishin rregulluar çdo detaj në shtëpi,
për ta mirë pritur, por gjithçka do të rikthehej aty ku ishte një tjetër 10 vjeçar pritje. Nesi kujton se në gjithë këto vite pritje, vetëm diçka nuk ndryshonte në shtëpinë e tyre, dhoma e vogël e Osmanit. Shtëpia ka qenë me 2 kate, domethënë rrihesha në katën e parë dhe flihesha në katën e dytë. Dhe në katën e dytë ka qenë një dhomë e vogël, që quhej dhoma Osmanit dhe që askush nuk flinte aty. Ajo dhomë rrinte pastroheshe çdo javë, një lloj si pjesa tjetër e shtëpisë, por askush nuk jetonte, ishte një dhomë që ishte gjithmonë pritje të Osmanit. Dhe kishte edhe dollapin aty dhe të gjitha. Vazhdimisht të tëra kostumet ishin ruajtur të gjitha. Edhe këpucët dhe kostumet, siç i kishte bërë në Itali. Edhe kapele republike, edhe kollaret dhe çdo gjë ruheshe dhe të tëra pastroheshin rregullisht çdo javë. Kur pastroheshe dhoma, pastroheshin dhe rrobat. Edhe vareshin të mbështjella në çarçaf. Kur ka dalë daja ishte nga burgu, edhe i organi, i atlas në ngjyrë blu e hapur, pra midis burqellës së blu, se mbaj mundësi sot, ruheshe. Ishte Osmani dhe ruheshe. Aeroseshe, ruheshe çdo moment, dhe në moment që ka dalë nga burgu, është shtruar urgjentisht se krevati me çdo gjë që ishin të aty, me çarçafën, me organin blu, me gjitha në moment, se kishin frikë të shkretët ta bënin këtë gjë më para, pasi shumë herë kanë pritur, edhe daja dënoheshe 10 vjet dhe pastaj 10 vjet tjera ja jepnin po në burg. Dhe kur këta pristin që daja të vinte, daja dënoheshe dhe rrinte edhe 10 vjet të tjera. Dhe këtë gjë domethënë e kishin që krevati nuk e shtronin, se thonin po e shtrojnë dhe nuk po na vjen. Dhe kanë shtuar në momentin që daja ka ardhur. Nesi kujton po ashtu një moment të trisht nga ajo ditë kur daja e saj Osmani doli nga burgu. Ka patur edhe një histori të trisht, të them, në momentin që ka arritur, sepse nuk mendoj vite pa e parë Tiranën dhe nuk është orientuar dot për të gjetur shtëpinë kur ka në 86-ën. Sepse na lajmëroi neve që domethënë i çuan rrobat, do ja çoj njëra nga tezat me gjithë tim vëlla, rrobat me të cilat do dilte nga burgu, por ditën nuk e dinin. Edhe Osmani tha që do t'ju lajmëroj unë se kur, por nuk na lajmëroi, e bëri si surprizë. Daja u bë një amnistia atëherë dhe nga kjo amnisti fitoi vetëm një ditë. Dhe erdhi pra një ditë përpara se i takonte që të dilte. Dhe nuk është orientuar dot në qendër Tiranës dhe pastaj aty e ka ndihmuar dikush. Ka pyetur dikë dhe ai e ka sjellë deri në pragun e shtëpisë. Nesi thot se në gjithë këtë histori dhimbje, ajo që vuajti më shumë që gjyshja e saj, Hatixhe Kazazi, ose Nona Meja, siç e quanin ata. Ajo, siç e përshkruan Nesi, ishte gruaja më e veçantë dhe më e fortë që mund të njohësh. Buzëqeshte edhe pse dhimbja i kishte pushtuar shpirtin. Pesha e vuajtjeve, edhe pse tepër e rëndë për supet e saj, nuk e rrëzoi për asnjë çast. Dera e shtëpisë mbeti e hapur në çdo orë të ditës edhe të natës, për çdo që i duhej një stre, mikpritse, edhe pse në vështirësi, sepse përtej karakterit të saj, ajo kishte edhe një rol të rëndësishëm dhe duhej të ishte e denjë për të. Ajo ishte nëna e Osman Kazazit. E ka vuajtur shumë, faktin që Osmani ishte në burg. Por ishte grua shumë e fortë. Edhe gjithmonë i jepte kurajo vetës dhe thoshte që ma ka çuar Zoti këtë hall, sepse di që unë e mbaj. Dhe nuk e thyu kur fakti që Osmani ishte në burg, sepse thoshte unë e falenderoj Zotin që e kam gjallë. Më jeton djali. Vërtet që nuk është me mua, po jeton. Dhe unë shkoj e shoh, po sikur mos ta kisha parë.
dhe jepte shumë kurajo vetës. Ajo që e theu pastaj dhe që nuk e përballoi dot më ishte vdekja e njërës nga motrave të Osmanit në 88, nga fundi të 88-s. Ajo e shkatroi. Aty unë kam dëgjuar atë që t'i kërkonte Zotit ta merrte. Kur Daja domethënë ishte brenda në burg, thoshe gjithmonë o Zot më jep jetë ta shikoj sa të hyj në derën e shtëpisë dhe pastaj le të vdes. Kur Daja doli nga burgu, thoshte o Zot më jep dhe pak jetë ta shijoj dhe neve bile e qeshnim nga njerë dhe thoshim që po e tradhton fjalën e parë, lutjen e parë që i ke drejtuar Zotit. Por jetoi 3-4 vite, nga 86 deri në maj të 90.